fjalën e ka deputet Strazimiri. Faleminderit zoti drejtuesi i seancës. Dua ta nis me një kërkesë procedurale, shpresoj do të kem dhe mirë kuptimin e kolegëve të mi. Unë shumë seriozisht do t'ju kërkoja, mos ja masni kohën këtij fare ministri kur flet, le të flasë, shqiptarët ta dëgjojnë, kohën ta ketë pa kufizuar. Është ndër të paktat momente që ka për treguar sinqerisht se kush është. A është problem kriminaliteti në këtë vend? Po, është problem shumë i madh. A e ka fajin policia? Pjesërisht e ka. A janë këtu 100% burrat të ndershëm dhe gratë të ndershme këtë parlament? Jo. Grupin tënd parlamentar ke të paktën 19 veta me precedent penal, ke persona të kërkuar shpallur kërkim apo persona që kanë bërë burg për narkotrafik, vjedhje vilash me dhunë, kanë bërë burg për prostitucion, ti e di dhe nuk flet. Kështu që është e kot dalësh para policëve dhe t'ju thua shiko luftoni pak krimin në një kohë kur jetën në dorë, punën në dorë, karrierën në dorë e kanë nga i deputeti që sapo ka dalë nga burgu dhe ti e ke futur në parlament, qoftë duke dekapituar gjithë listën e deputetëve të qarkut të fjalë, kryesisht për gratë. Kështu që e gjitha kjo është një gjë që të gjithë qytetarët që na dëgjojnë e dinë që është e vërtetë, ti vetëm duhet të kesh kohën të flasësh, mos do të njohin se kush je. U faktu që ligji që po vjen sot është një përmirësim etj me radhë, po jemi dakord me çdo përmirësim dhe disiplinim të ligjit, të çdo lloji ligji, përfshi datit përdorimin të armëve. U tha që ligji është i pandryshuar që nga viti 98 dhe që Sali Berisha dhe qeveria e tij nuk janë shqetësuar për ta ndryshuar ligjin gjatë 8 viteve në pushtet. Është harruar të përmendë edhe një 8 vjeçar tjetër në pushtet, që ishte i juaj dhe që nuk e kanë parë nevojshme ta ndryshonin. U tha që kriminaliteti është në rritje për shkak të evidentimit të krimeve. Jo. Gjatë vitit 2010 deri në vitin 2013 është punuar me transparencë për të evidentuar çdo krim që ndodh, çdo vjedhje celulari, çdo sherr në rrugë. Dhe kjo është detyra e policisë. Jo të fsheh rastet shpërthimit të ritolit, rastet vrasjeve, të nxjerrë si plagosje dhe të kalojnë harres kur personi vdes mos ta regjistrojë si vrasje. Ky është krim ndaj së vërtetës, ky është krim ndaj komunitetit. Evidentimi i vrasjeve është detyrë e policisë. Fshehja e tij është krim. Dalim tek koncepti i ligjit si instrument në duart e punonjësit shtetit në mbrojtje të ligjit. Çështja që ngrihet në këtë parlament dhe veçanërisht në këtë ligj është kush është më i rëndësishëm, është instrumenti që duhet t'i japim apo punonjësi vetë i shtetit. Unë mendoj që punonjësi profesionist është ai që është më i rëndësishmi, sigurisht dhe instrumenti e ndihmon. Me mungesën e një instrumenti, punonjësi i policisë shtetit, ai profesionist ka pak më shumë siklete, po punën e kryen, siç e ka kryer deri më sot. U tha këtu ngjarje të rënda që ndodhin për shkak se ky ligj nuk ekzistonte më përpara. U përmendu disa vrasje, sigurisht ngjarje shumë të rënda. Mirë po u harrua nga kolegët deputet në mbrojtje të ligjit dhe të qeverisë, rasti Santo. Më ndihmoi ministri e përmendi. Artan Santo u vran mes të Tiranës, u vran në syt patrullës policisë, të gjithë e pam nga kamerat, e gjithë media e di. Vrasit u larguan të papenguar, të pandjekur, deri ku deshën të ikin. Në qoftë se sot thoni që mungesa e këtij ligji që sot po miratojmë pengoi punonjësin e policisë përdor të armën e brezit për të shpëtuar një jetë njeriu apo për mos lënë të largohej një kriminal, kjo është një broçkull e madhe. Mungesa e këtij ligji sigurisht nuk e ka penguar atë punonjës policie, sepse ligji dhe instrumenti nuk e bën atë më profesionist, nëse nuk është. Nuk e bën ligji. Ligji është instrument në duart e profesionistit. Ai mund të jetë militant i PS-s, mund të jetë numërues si drejtori i përgjithshëm i policisë, mund të jetë financues i Partisë Socialiste, si drejtori i SHKB-s, ndërtori i SHKB-s dhe të gjithë tjerët, mund të jetë financues i Partisë Socialiste në shuma jashtëzakonisht të mëdha, si drejtori i policisë Durrës apo i Vlorës, milioner. Por polic nuk është. Dhe ky ligj polic nuk mund ta bëjë. Ky ligj nuk e ka këtë fuqi magjike. Në qoftë se keni vendosur të bëni një polici që fsheh krimet për të ulur indikatorët e kriminalitetit, në qoftë se keni zgjedhur të bëni një polici që të mbrojë interesat tuaja dhe të kriminalëve që keni në parlament dhe jo të popullit, jo të luftoj krimin. Ky nuk është problemi i ligjit, as i mungesës tij, as i perfeksionimit tij. Është thjesht qëllimi juaj politik për të bërë këtë që po bëni. Dhe e bëni me qëllim. E bëni me qëllim, jepni licenca për të vrarë, iku ky. E thash në seancën tjetër, ky jep licencë për të vrarë. Filan njeri nuk quhet biznesmen, pavarësisht është i padënuar nga gjykata. Ai mund të vritet. Ky tjetri thotë po le të lajë në sapës edhe 300 ditë. Kaloi 300 ditë. Krim më të madh, inkurajim më të madh krimit nuk ka. Nuk mund të thoni që këtë punë e bën opozita, nuk e bën opozita inkurajimin e krimit. Inkurajimi i krimit bëhet duke futur kriminal në parlament. Duke futur oficer policie të shkarkuar nga ministrat tuaj për përfshirjen në krim. Në piramidën kryesore të policisë shtetit, duke hequr profesionistët nga policia e shtetit.
Ligji tash si element që ka antikriminogjen përsa i përket vrasjeve. Çfarë bëjmë? Mbledhim armët pa leje? Jo, disiplinojmë armët me leje. Përmendi ky këtu gjyqtarin, prokurorin, oficerin, policin, gardianin e burgut, përmendi edhe kryetarin e komunës. Okej, në rregull, dakord. Në 101 vjet shtet, po ju them të nderuar qytetarë, dhe këta e dinë që të gjithë, ky e di i pari. Nuk bëhen 100 raste që një person punojë shtetëror me armë me leje të ketë bërë një krim. 100 raste 101 vjet shtet nuk bëhen. Nga kjo statistikë nuk lisesh dot për të disiplinuar gjëja përdorimin e armëve, sepse kështu do të ulim vrasjet. Jo. Është e vërtetë që policia e shtetit ka qenë detyruar t'u japi deputetëve, kryetarëve të komunave etj. Ligji e ka pas si kërkesë të domosdoshme vërtetimin e personalitetit në çdo komisariat. Personi që shkonte dhe kishte të drejtë merrte armën, policia shikonte dhe thoshte jo, ky vërtetimin e personalitetit nuk e kalon dhe nuk mund të mbajë armë. E kam pasur unë këtë eksperiencë me policët kur kam qenë ministri i brendshme. E kam thonë, çfarë bëni? Jepet armë filan Fistekut, kryetar komune? I jepet armë filan Fistekut që ti di shumë mirë kush është. Deputet? Është kompetencia jotja, mos ja jep. Përgjigja ka qenë çarmatose. O shef, e keni bot deputet atje, e keni çuar në komision të sigurisë. Duhet shkoj të jap informacione, qoftë se tepër sekret në syt atij. Një pistolet në brez nuk i prish punë shtetit. Dhe ka shumë drejt. E deformojmë ne, e deformon ky. Ligjin dhe antiligjin i përzihen të gjitha bashkë në një sallë. Nuk është faji i policit. Nuk është risi kjo në këtë ligj. Gënjen kur thon. Dhe pastaj gënjeshtra më e madhe është kur thonë që nuk do të vriten më protestues. Përdorimi i armëve të zjarrit në këtë ligj të nderuar qytetar, relatorja tha ka vetëm 2 raste, jo janë 4. Dhe harroja të fundit për të sëmbrapsur sulmin ndaj një objekti publik apo privat etj me radhë. 21 janarit domethënë. Ai ishte sulm 21 janarit, gjithë e kemi parë. Un kam dëshmitar ilustre, ambasadorin amerikan Aleksandar Arvizu tek Ora News kur thoshte, po të kisha qenë polic, do të kisha shkuar dhe do të kisha rrahur paq ata që sulmuan policinë. 5 orë rresht. 5 orë rresht me makinë duke thyer çdo mbrojtje të Gardës Republikës. Misioni akoma mbetet sot dhe bën mirë që mbetet. Mos i dëgjoni kur thonë që ligji ka ndryshuar dhe mund ta bëni atë që këta deshën të bëjnë me 21 janar. Jo. Ligji është po ai. Është ligji i duhur, është mbrojtja e duhur e institucioneve dhe shtetit ligjor, e rendit kushtetues, njësoj si në Pennsylvania Avenue, ku është shtëpia bardh, të lajmëroj 1 kilometër e gjysmë përpara, thonë nga këtu e mbrapa mos e kthe kokën djathtas. Po ndryshe polici nuk mban apo shërbimi që është në roje, nuk mban përgjegjësi për çfarë ndodh. E kemi parë në televizor, grua me fëmijë në makinë se nuk i ndaloi policisë, shkon dhe e vran atje në vend. Është diskrecionin e tyre. Bën mirë apo bën keq, pastaj e shef prokuroria. Ajo që ndodh, se u përmendën emra viktimash këtu. Fatkeqet 21 janarit që këta i vran. Asnjëri prej këtyre që është sot këtu nuk ishte atje poshtë. Jo. Ha? Duke ju thënë që kjo nuk do të ndodhë më, kërkojnë përsëri 21 janar, kërkojnë kokën e njërit për ju që i dëgjoni dhe kërkojnë t'ju mashtrojnë. Në fakt, në fund të fundit, prapë mbetemi në një dilemë për mendimin tim e fizshme, dhe që është më shumë dilema e këtyre kolegëve të mi nga i pari tek i fundit të opozitës dhe disa prej këtyre, se nuk janë gjithë njësoj, të mazhorancës. Është e famshmja në mundsh e Rudyard Kipling. Në durov çdo që thënjet e tua të drejta, në kurthe për trutharët, kopukët të t'i kthejnë. Është pak një dilemë njerëzore, është një dilemë civile, është një dilemë e një shoqërie që mendon. Të thellohemi këtu të nderuar kolegë, të thellohemi këtu dhe të mos bëjmë më ligje për të mashtruar popullin, të mos bëjmë më ligje apo proçkolla retorika, siç flasin këta këtu, sepse qytetari jemi dhe ne. Nesër pas nesër, paralizimi që i bëjmë forcave të policisë shtetit, paralizimi që i bëjmë gjykatës, prokurorisë, forcave të armatosura, shërbimit sekret, instrumentave, kërcellit të këtij shteti, do të bjerë dhe mbi kokat tona, se rotacionet politike në demokraci ndodhin. 46 vjet nuk e mbani dot më. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri, zonja Xhaçka për procedurë. Zoti Strazimiri me shumë kurajë në fakt doli edhe me një zell të tepruar, në fakt po tregonte për këta njerëzit e inkriminuar edhe këtë për personin që kanë kërkim. A mund na thoni zotri, me qenë se nuk na e thoka ministri, nuk e ditë kemi në tjerët, kush është ky person i kërkim, se duam ta dim, të paktën mos shoqërohemi dhe ne, se ndoshta mund të jetë në grupin tuaj, tonin ta dim. Kush është? Zoti Strazimiri për replik, ju lutem. Ju falenderoj zoti kryetar. Keni të gjithë mirë kuptimin tim e nderuara zonjë, ju ka ardhur me SMS kjo kërkesë. Sigurisht nuk do të merrem me ju.
i kemi bërë publike emër për emër, kemi bllokuar seancë parlamenti këtu na, për shkak se kalon radha, pikërisht për të futur ca persona që nuk e meritojnë të jenë këtu. Por më tepër do të flasim më vonë. Sigurisht që këtu do të jemi.